Let's Talk in English, kursi radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vi në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. Every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi në studio miq, në këto momente do të jemi në një bisedë shumë të veçantë me të ftuarën e ditës së sotme, Rigerta Pisqolli, psikologe edukimit, psikologe shkolle, psikoterapiste, por edhe shumë vite eksperiencë në këtë fushë për cilën ne do të flasim sot. Përshëndetje, mirë se ke ardhur. Përshëndetje. Faleminderit Angela për ftesën. Ju uroj një muaj të mbartë, keni shëndet dhe sa më shumë punë të bekuar dhe me shumë dashuri. Të falenderoj. Kënaqësi të jemi së bashku sot për të ndalur tek një temë e cila është shumë e rëndësishme dhe jashtë mikrofonit së bashku ishim duke ndarë ato mendimet për ditëshmërinë, edhe mbi të gjitha duke folur edhe për eksperiencën tuaj sepse ju jeni në kontakt të vazhdueshëm me fëmijët, me fëmijët të cilët kanë çrregullime të spektrit autik për të cilët ne do të flasim sot, por edhe sfida të tjera. Prandaj mund të tregosh përpara se të ndalemi tek tema shkurtimisht për rrugtimin tënd profesional, çfarë të ka motivuar të punoni me fëmijët gjatë këtyre viteve, kryesisht ata me nevoja të veçanta. Po. Atëherë unë jam Rigerta Pisqolli, jam psikologe edukimi. Prej 15 vitesh punoj në shërbimin psikosocial, pranë fëmijëve, pranë prindërve dhe stafeve pedagogjike. Kam 3 vite që kam qenë drejtuese e shërbimit psikosocial, kryetare e komisionit multidisiplinar në ZVAP Korç Postec dhe së fundmi kam marrë një specializim për mbi BW Working Recursive Therapy, e cila është një terapi tepër e zhvilluar në Angli nga Terence Watts dhe jam e certifikuar nga Instituti i BWRT-s. Prej kaq vitesh unë punoj në brenda institucionit arsimor. Dhe e vetmja gjë që na motivon është me patjetër dëshira për të qenë të kuptueshëm për fëmijët, për mirëqenien e tyre psikoemocionale, për të qenë sa më pranë tyre, për të ndihmuar, për t'i motivuar, jo vetëm ata, por bashkarisht stafin dhe prindrit e fëmijëve. E vetmja gjë që na motivon përveç kësaj është mënyra se si rritemi, mënyra se si ne zhvillohemi. Nga vim, si vim, në momentin që edhim hapat, është njësoj si ato shkallët që fillojnë, nga e para shkojmë tek e fundit, nga aja shkojmë tek zhëja. Dhe kjo gjë ne na rrit, duke parë që këta fëmijë vinë ashtu si punat i brumit, që ka nevojë të punohet, dhe gradualisht punohet dhe ne bëjmë pamundurën që ata të jenë të qetë, të jenë pa komplekse, të kenë mundësi të shprehin emocionet ashtu siç dinë ata, në mënyrën më të bukur, më të ëmbël, më të sjellshme, më të dashur, dhe këtë e merr vetëm nëpërmjet mënyrës së të punuarit me shumë dashuri me fëmijët, me stafet, me prindrit. Nuk di domethënë të them. Më bëri përshtypje kjo që sapo the në lidhje me fëmijët. Patjetër është e rëndësishme të jenë kështu të qetë, të kenë atë sigurinë, si u ndihmon i gjithë ky proces në suksesin e punës suaj. Sepse le të mos harrojmë fëmijët vinë nga ndoshta situata të ndryshme familjare, me probleme, me sfida e erës. Dhe nga ana tjetër është shumë e nevojshme që ata të ndjejnë këtë sigurinë, këtë qetësinë, këtë dashurinë që kanë të nevojshme ta kenë. Po. Faktikisht mënyra se si qaset, paktën flas për një psikolog apo punonjës social në institucionin arsimor është shumë e rëndësishme. Ata duhet të kuptojnë që ne jemi miq të mirë e para. Ne me miq flasim hapur, pa doreza, nuk mundohemi të kamuflojmë veten. Dhe kjo është mënyra se si ne në momentin që ata vinë që nga klasa e parë dhe në vazhdimsi mënyra se si u japim sigurinë për të qenë të besueshëm. Dhe përpos kësaj është edhe ata e kuptojnë kur je i dashur me ta, kur je i sinqert me ta, kur ti ju jep shpirtin sepse ti e do profesionin tënd dhe do që këta fëmijë ti rritësh, ti nxjerrësh përpara dhe për t'u dhënë që ti ke mundësinë për të bërë më të mirën për veten tënde, secili është unik në llojin e tij. Domethënë ata arrin të kuptojnë këtë.
Dhe për mua më ka ndihmuar jashtëmase eksperienca prej kaq vitesh. Tash jam 15 vite eksperiencë e cila vit pas viti, mos them ditë pas dite apo muaj pas muaj, mua më rrit sepse kuptoj nëpërmjet fëmijëve se si duhet punosh me ta. Ata janë të ndryshëm, ata janë të brisht, ata janë tabula rasa, domethënë ne mundohemi që thjesht t'u japim mundësinë se si ata të hecin, të hedhin hapat dhe kjo ata i ndihmon, ata t'i japin dorën. Në momentin që t'i japin dorën, t'i japin shpirtin. Dhe kjo është një mundësi shumë e bukur dhe shumë e mirë për të qëndruar pranë syve të tyre, pranë zemrës së tyre që re kaq shumë, mënyrën se si ata shprehin emocionet, mënyrën se si ata e shohin botën me ngjyra pa frikra. Domethënë, kjo t'i jep mundësinë që ti të qëndrosh pranë tyre. Unë jam e përullur përpara tyre. Domethënë, në momentin që unë shoh sytë të tyre, qoftë nga zëllyer, qoftë me loftë, qoftë me gëzim, unë jam gjithmonë e përullur. Domethënë, ulem në standardin e tyre, ulem në botën e tyre për t'i kuptuar sa më mirë. Kjo të ndihmon jashtëmase si psikologe e shkollës që të punosh me ta. Patjetër. Ne sot do të flasim edhe më shumë në kuadër të ditës që do të shënohet nesër në kalendar, 2 prilli, ndërgjegjësimi për fëmijët me çrregullime të spektrit autik. Si e përjetoni ju si profesionistë rëndësinë e 2 prillit? Po. Tani, kur flasim për profesionist, të paktën për institucionet arsimore, apo dhe për të gjithë apo për të gjithë ata profesionistë të cilët punojnë pra këtyre fëmijëve, pranë këtyre familjeve. Data 2 prill është thjesht një simbolik për ne. Domethënë unë e kam 2 prill për ditë me fëmijët, sepse ne në shkollat tona kemi gjithë përfshirje. Dhe tek klasat tona, në stafet tona kemi fëmijë të cilët kanë nevoja të ndryshme, të cilat po ashtu dhe tek spektri të autizmit. Patjetër që duke qenë kjo datë 2 prill është thjesht një kujtesë për shoqërinë, jo për ne që punojmë drejt për ta. Ne kalojmë ditën më të madhe me këta fëmijë. Kalojmë ditën më të madhe me ta, me prindrit, me mësuesit mbështetës, me mësuesit lëndor, të cilët jemi një skuadër e madhe, e cila ka nevojë për motivim, ka nevojë për ndihmë, por jo vetëm për një datë për t'i kujtuar. Kështu që për mua është e përditshmja e 2 prillit, jo vetëm për spektrin e autizmit, por për të gjitha llojet e ndryshme të çrregullimeve që mund të kemi fëmijët në institucionet arsimore. Cilat janë sfidat më të shpeshta që hasin fëmijët me autizëm në ambientin shkollor dhe si mund ta adresojnë ato në mënyrë efektive? E kuptoj. Në fillim duhet të mendojmë që ne sot kemi arritur, nuk mund të them majën sepse ka shumë për të punuar dhe shumë për të arritur, por mund të them që kemi stafe të përgatitura. Kemi mësues ndihmës të specializuar, të cilat i kemi pjesë të shkollës sonë dhe që punojnë me këta fëmijë. Kur mund të flisnim vite më përpara, ishte me patjetër një problem i madh te pjesa e komunikimit, pjesa se si do të ndërveprohesh, si do të punohesh me këta fëmijë. Por prej kaq vitesh ne kemi një staf i cili punon duke pasur që nga shërbimi psikosocial që bën një vlerësim fillestar të fëmijës, takimi me prindrit me patjetër, kontakti me fëmijën që ne na ndihmon që të kemi një komunikim qoftë verbal, qoftë jo verbal, për të marrë informacione dhe për t'i ndjekur këto raste në vijshmëri. Përpos kësaj, kemi mësues të cilët kanë dëshirë të informohen, të motivohen patjetër, por përpos kësaj edhe në mënyrën se si informohen, ne ndërtojmë planet e ndërhyrjes që janë shumë të rëndësishme, që këta fëmijë të ecin, planet edukative individuale, që këta fëmijë të ecin dhe bashkarisht ne mundohemi që mos kemi sfida. Pavarësisht se ato janë pjesë. Nuk mund t'i shmangë, por mundohemi që këto sfida ne t'i shkelim dhe të krijojmë mundësi që këta fëmijë ecin, të socializohen, sepse gjithë përfshirja kjo ka baza, gjithë përfshirja është shumë e rëndësishme që ne jo thjesht i marrim këta fëmijë dhe t'i bëjmë pjesë të klasës, por thjesht apo t'i kemi jo vetëm në aspektin fizik, atje fizikisht. Ne kemi shumë të rëndësishme në shkollat tona, të gjithë stafet dhe sidomos shërbimet psikosociale, që këta fëmijë të kenë socializimin, që këta fëmijë të jenë bashkë me fëmijët e tjerë, të angazhohen, të socializohen, të marrin të paktën bazën më të rëndësishme që ata të kenë autonominë e tyre. Kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj po them që ne mundohemi që sfidat jo t'i shkelim, por të mundohemi t'i kthejmë në zhvillim. Sa i rëndësishëm është roli i ndërhyrjes së hershme në zhvillimin e fëmijëve me autizëm edhe nga eksperienca jote përgjatë këtyre viteve? Po. Faktikisht, unë mund të them që është jo pak, po shumë e rëndësishme dhe është më thelbësorja. Sa më shpejt të kapim, aq më parësore dhe aq më ndihmë është për fëmijën, për prindrit, për stafet, është
patjetër që ndërhyrja synon të ndryshoj fëmijën, por mundohemi që nëpërmjet ne kësaj ndërhyrje të kemi mundësi që të kemi një funksionim sa më të mirë në mjedisin ku fëmia mëson dhe jeton. Është shumë e rëndësishme që ti t'i japësh një terapi më të avancuar këtij fëmie, të mundohesh të kesh nëpërmjet qasjes dhe nëpërmjet mënyrës se si ti arrin të njohësh dhe të bësh një vlerësim fillestar të këtij fëmie, të arrish dhe ta çosh tek instanca të tjera ku ty mund të t'i japin dhe profesionistë tjerë t'i japin një dorë për ta ndihmuar, ku ne kemi pafund mundësi për ta ndihmuar, që nga logopedët, terapistët e zhvillimit, ndoshta do ketë mundësi edhe për fizioterapi, domethënë të gjitha këto janë hapa të cilat ti i jep dorën këtij fëmie, sa më hershëm ta kapësh, patjetër që është shumë më mirë dhe mundësi më të mira për të pasur zhvillim dhe përmirësim. Po për prindrit, çfarë mund të themi? Ndoshta si ka ndryshuar qasja e tyre ndër vite, apo ka prindër që përballen për herë të parë patjetër dhe mbetet e njëjta situatë. E kuptoj. Kemi një ndryshim shumë të madh. Dikur jemi përballur të paktën shërbimet psikosociale, tani shumë pak me një përqindje shumë të ulët, por me mospranim. Pavarësisht se brenda tyre ata e ndjejnë që te fëmia e tyre ka diçka që nuk shkon. Sot kemi prindër bashkëpunues. Kemi prindër të cilët të flas për prindrit e fëmijëve me nevoja që kanë të veçanta apo dhe me spektrin e autizmit, të cilët kanë dëshirë të ndihmojnë fëmijët e tyre, të jenë bashkë me stafet, të marrin informacion, të çojnë në për terapi, të bëjnë të pamundurën që ata të ndihmojnë këta fëmijë për të ecur përpara, duke filluar nga mënyra se si ushqejnë, do të thënë marrin mëndësira nga më të ndryshmet për të përparuar dhe për të ndihmuar këta fëmijë. Mënyra se si qasen në shkollë, kërkojnë bashkëpunimin, është ai trekëndshi shumë i rëndësishëm që ata nuk e kundërshtojnë mësuesin në këtë situatë, nuk kundërshtojnë shërbimin psikosocial, por e kanë ndihmë dhe kërkojnë gjithmonë këshilla, ndërveprim midis mësuesit dhe fëmijës, dhe pastaj ata gjithmonë flas pas mënyrës për pas kësaj dhe pasi ka mbaruar mësimi, kemi pjesën që ata kërkojnë informacion çfarë do të punojmë përmbas dite. Dhe kjo tregon që këta janë prindër të cilët duan me patjetër të japin dorën dhe të bëjmë të pamundurën për të ndihmuar fëmijët e tyre. Janë raste shumë të ralla që prindrit nuk i pranojnë, kemi patjetër, por ne do bëjmë pamundurën për të ndihmuar. Do të bëjmë të pamundurën për të qenë pranë fëmijëve, për post që ne kemi shumë të rëndësishëm qendjen psikoemocionale të fëmijës, që ai të hejë sepse për ne është baza kryesore, do mundohemi të bindim prindrit. Është një nga detyrat tona kryesore, lufta jon, sfida jon që ne të bindim prindrin për të ecur përpara dhe ky fëmijë të marrë një zhvillim dhe një edukim ndryshe në institucionet arsimore. Ligërta, ju përmendet pak më parë që prindrit në kohën në cilën e jetojmë gjithmonë edhe më tepër kanë pranimin, bashkëpunimin me shkollën, me institucione të tjera, me psikologun edhe. Dua të pyes si vazhdon ky bashkëpunim, edhe sa e rëndësishme është që prindrit ta vazhdojnë punën që u bëni aq sa mundeni në shkollë edhe në ambientin e shtëpisë. Ndoshta edhe në një ambient ku fëmijët e tyre dalin pasdite për të argëtuar, për të luajtur. Shumë e rëndësishme, patjetër. Nëse ne ato që i kemi punuar gjatë ditës do të vazhdojnë të punojnë përsëri dhe të ripërsëriten, sepse ripërsëritja është më me dijes, besoj se do të lejmë gjurmë te këta fëmijë. Do mundohemi që të lejmë gjurmë, domethënë ne arrim të shpjegojmë fëmijës që sepse këtu fillon problemi. Shpeshherë mund të ndodhemi në situata ku prindi thotë, "Shiko, në shkollë e punon patjetër." Kur e çoj te terapisti, po patjetër që punon, sepse ai e di që tani po punon. Është koha e punës. Por në shtëpi nuk më bindet. Atëre këtu është një pikë pyetje shumë e madhe. Mënyra se si duhet të qaset, mënyra se si duhet të ketë bashkëpunimin, sepse nëse e lën disa herë me këtë mosbindjen e tij, patjetër që fëmia do të kundërshtoj. Por nëse ne do vazhdojmë që të kemi një punë sistematike, ritmike, ashtu si puna e shkollës dhe ashtu siç ndodhet edhe në terapi, patjetër që është shumë e rëndësishme për fëmijën. Flas, do të lërë gjurmë. Është shumë e rëndësishme që tek ta fëmijë të kuptohet dhe të lërë gjurmë atë që punohet gjatë ditës, ta vazhdojnë dhe të ketë një cikël dhe gjatë mbasdites, që të nesërmen të jetë një ritëm, që të nesërmen të ketë lënë diçka, të ketë lënë atë gjurmën e saj dhe ai të vijë më ndryshe, sepse duhet të dimë që tek këta fëmijë të cilët kanë spektrin e autizmit, gjurmët janë shumë të rëndësishme për ne.
sepse jo gjithçka shkon ashtu siç duam, por të paktën ndryshimi nuk ndodh me një herë. Po, është proces. Është proces. Mund të jetë i ngadalët, po çon si ka. Ne të paktën mundoj të marrim frytet. I merr frytet fëmia, i merr frytet mësuesi që punon, mësuesi mbështetës, mësuesi lëndor, prindi patjetër që kënaqet vetëm me një tingull të këtij fëmie, jo më pastaj me zhvillimin e tij më të lartë kur fillon dhe bëhet pjesë e shkollës, bëhet pjesë e të mësuarit në institucionin arsimor. Do thënë, është shumë e rëndësishme që këto hapa të ndiqen bashkë. Sepse vetëm i hallk po u shkëput, do të mbetemi në mes. Ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak në studio dhe për të vazhduar bisedën tonë, por në këtë moment ju ftoj të ndiqni këngën Kjo botë kërkon për një ero, kënduar nga Gloria Nuno. Rikthehemi në studio, vazhdojmë në ditën e sotme për të ndalur pikërisht tek biseda që jam duke zhvilluar me Rigerta Pisjolli, psikologe edukimi dhe jo vetëm. Ajo është duke ndarë edhe më tepër se jo edhe nga eksperienca e saj përgjatë këtyre 15 viteve si psikologë shkolle në kontakt të vazhdueshëm me fëmijët, qoftë edhe për sa i përket fëmijëve me çrregullime të spektrit autik. Dhe në përvojën tuaj Rigerta, cilat janë disa nga praktikat më efektive, gjithëpërfshirëse që ndihmojnë fëmijët me autizëm të ndihen të pranuar, të ndihen të sigurt, edhe të kenë patjetër zhvillimin e duhur edhe të kenë progres. Unë mendoj se një nga praktikat më të rëndësishme është ndërtimi i mjediseve të strukturuara, përshtatja e metodave mësimore, edukimi i bashkëmoshatarëve për të ndjerë të pranuar dhe për të kuptuar mbi diversitetin dhe krijimi i marrëdhënieve pozitive, jo vetëm për fëmijët, por për gjithë stafin. Unë mendoj se është shumë e rëndësishme që ata të ndjehen të pranuar, të ndjehen po njësoj, të barabartë, dhe kjo tregon pastaj gradualisht që ne kemi mundësi përpos kësaj të punojmë në mënyrë më të mirë dhe më efikase me fëmijët. Kur ne ndjejmë pranimin brenda në klasë, dhe ata ndjejnë po njësoj si të gjithë, është shumë e rëndësishme të ndjesh empatizëm dhe këta fëmijë duhet të edukohen për të qenë pranues ndaj diversitetit. Ne nuk e kemi asur në shkollat tona mos pranimin. Sa mirë. Nuk e kam dëgjuar. Të paktën dhe nga stafi i shërbimit psikosocial më kanë thënë që e duan, e pranojnë, mezi e presin të vinë, i qëndrojnë afër kujtdo qoftë fëmijë që mund të jetë me nevoja të veçanta. Kjo tregon që ne jemi popull shumë empatik, jemi popull i dashur. Dhe kur flasim sidomos për fëmijët, ata i tregojnë në çdo moment që kanë dashamirësinë për të qenë patjetër me cilëtërsinë e tyre dhe me për të qenë pranë tyre, për të ndihmuar në mënyrën e tyre, por që kjo tregon shumë për ta. Në mënyrën e tyre, por që le të mos harrojmë më shumë e rëndësishme për bashkëmoshatarët, për mënyrën se si ata ndihen në të njëjtin ambient, në të njëjtën klasë. Është shumë e rëndësishme. Si ndihmoni prindrit, sepse është shumë e rëndësishme për ta, e di kanë shumë sfida, shumë vështirësi, por që duhet të përballojnë emocionalisht, por edhe në aspektin më praktik diagnozën e autizmit tek fëmijët e tyre. Më ka ndodhur shpeshherë të jem në situata të tilla. Prindër të ngarkuar emocionalisht. Unë mendoj që së pari të paktën jo vetëm unë si profesioniste, por kushdo që është afër tyre duhet i dëgjoj. Ka nevojë të dëgjohen. Ka nevojë të kuptohen që ata të shprehin emocionet e tyre pa frikë, pa turp. Sepse ata janë në një moment që kanë marrë një diagnozë për fëmijën dhe janë në një moment që nuk din, kanë frikë nga e paditura. Nuk din çfarë i pret. Dhe ti në momentin që nuk ju jep dorën të krijosh një lidhse për ta, të paktën kur flas për familjarët, por dhe për profesionistët, për t'i shpjeguar që sot ka forma dhe mundësira nga më të ndryshmet për t'i ndihmuar ata, për të kuptuar që nuk janë vetëm.
Kjo është një cikël I cili zgjat në kohë, është pjesa e pranimit, është pjesa që çfarë kam bërë gabim, se mua fajësimit e të gjitha me radhë, dhe vjen një moment që ata nuk duhet të Përballen derdhin aty me lot, edhe por ky është realiteti. duhet veprojnë. Dhe çfarë duhet të bëjmë? Duhet të bëjmë më të mirën për fëmijën e tyre. Dhe këtu vjen momenti që ata kanë nevojë për atë urën lidhse që unë thash midis të gjitha institucioneve dhe profesionistëve, me patjetër. Por përpara se të mbrinte kjo fazë prindrit, dua të ndalem edhe pak më tepër tek kjo pyetje. Si duhet të veprojnë apo të reagojnë prindrit kur fillojnë ato dyshimet e para tek fëmijët e tyre? Nëse kanë vërtet një çrregullim, qoftë edhe në spektrin e autizmit apo edhe çrregullime të tjera, apo jo. Sepse ne si prindër, unë flas në pozicionin tim si prind, e mendojmë, shikojmë që ndoshta diçka nuk shkon, por e kemi ndonjëherë edhe të vështirë, themi po gjejmë justifikime nga më të ndryshmet që kjo gjë nuk po shkon sepse janë këto arsye. E kuptoj. Informacioni dhe teknologjia sot ka bërë të mundur që pjesa më e madhe e nënave sidomos të shohin më me sy kritik zhvillimin e fëmijës. Duke filluar edhe nga unë, dhe sa më shumë të dish, aq më problem është në mënyrën se ti vëzhgon për ndjek në thonjza fëmijën dhe shikon çdo reagim të fëmijës. Unë mendoj që është shumë e rëndësishme që në momentin kur sidomos nëna e ndjen dhe e kupton që diçka nuk po shkon, që diçka ka mbetur aty, me patjetër është shumë e rëndësishme që të bëhet një vlerësim. Të bëhet një vlerësim I fëmijës dhe ky është momenti shumë I rëndësishëm që e përmendëm dhe pak më lart ku tham që sa e rëndësishme është identifikimi I hershëm dhe ndihma e menjëhershme që mund t'ju japim këtyre fëmijëve. Në momentin që bëhet një vlerësim I hershëm I fëmijës, patjetër që do të jetë më e mundur që ky fëmijë të ecë të përparojë nëpërmjet mundësive dhe terapive që mund të bëjë fëmia në ecurinë e tij dhe në kronologjinë e tij kohore dhe rritjes së tij. Edhe nga eksperjenca juaj, si matet progresi tek një fëmijë I cili është duke u trajtuar, që është në terapi? E di që kërkon ndoshta kohë, por do që durim, besoj që është e nevojshme për të thënë, sidomos për prindrit që janë në situata të tilla. Tani e para njëherë në momentin flas do ta nis një që nga institucioni arsimor, nga ku kam bazat dhe më pas dhe tek pjesa e zhvillimit dhe të terapive. Duhet të kuptojmë që ne në momentin që na vjen një fëmijë dhe kemi pjesë të stafit ton, me patjetër që bëjmë një takim midis të gjithë aktorëve për të marrë informacionin më të detajuar që nga historiku I nënës dhe fëmijën që kemi sot përpara. Ky është momenti shumë I rëndësishëm, çfarë pret dhe çfarë kërkon prindi përpara se psikologu dhe shërbimi psikosocial të bëjë një vlerësim në lidhje me sa mundet fëmia dhe deri ku është fëmia. Sepse ne na vjen një diagnozë pastër në momentin që na vjen në shkollë fëmia. Kjo është faza më e rëndësishme. Pas kësaj, çfarë ndodh në momentin që prindi t'i jep informacion më të detajuar deri ku mundet fëmia, çfarë mundet të bëjë, si mund të ecim, si mund ta ndihmojmë ne si shërbim brenda institucionit arsimor, që në këtë moment ne fillojmë të ngrejmë objektivat. Dhe objektivat pavarësisht se mund të themi që nuk janë kaq shumë të matshme, ne mund të shohim që deri ku do të kemi progres, si ecën progresi për këtë fëmijë. Dhe në një 3 mujor, shërbimi psikosocial brenda institucionit arsimor bën një vlerësim dhe shikon që në këto objektiva që kanë përcaktuar të gjithë këta aktor duke përfshirë edhe prindrit, sa ka arritur fëmia. Sikur 1, 2 është për ne është triumf. Për fëmijën po, për prindrin po. Dhe ne mundohemi që nëpërmjet këtyre objektivave të përcaktuara të mundohemi të bëjmë më të mirën dhe që ky fëmijë të ecë. Në shumë raste na ka ndodhur që të kemi dhe regres. Por nuk mund të themi që do dorëzohemi. Pse ndodh kjo? Ndodh sepse varet kushtet e fëmijës, zhvillimi I tij. Mund të jetë një moment që mund të jetë I ngarkuar fëmia emocionalisht, varet ngarkesat familjare, ngarkesat shëndetësore, janë hallka të gjitha, të cilat ti derdje thoshe o sa mirë ka arritur të mësoj dhe të shkruaj shkronjën dhe të nesmen e kemi një regres. Fëmia shpreh agresivitet, pa kënaqësi, nuk do të qëndrojë në shkollë.
Dhe të gjitha këto na tregojnë që kemi një regres, por gjithmonë prindërit demoralizohen patjetër, sepse duke parë që ky fëmijë ka ecur në këtë kohë dhe na ndodh që të kemi një regres, duhet me patjetër që psikologu i shkollës dhe punonjësi social të bëjë ndërhyrjen dhe të jetë bashkëpunëtor me prindin, ta ndihmoj të qetësohet dhe të kuptoj që kjo punë do shumë durim. Pra duhet një punë e madhe për te me fëmijës thënë, edhe me familjarët, me prindrit. Nuk mund të kemi shkuar në shkallën e tretë dhe të zbresim me njëherë poshtë. Ne do qëndrojmë atje, do presim. Do presim orën e këtij fëmijë, orën biologjike që ne do fillojmë të punojmë, pavarësisht se ai ka bërë një regres. Do thonë, është një punë që të vjen të bën të kuptosh sa durim ka njeriu, sa durim ka nënat, sa durim ka mësuesit. Me thënë, ti në çdo moment kupton që është allka kryesore i të qenurit i duruar, të punosh me dashuri dhe me mënyrën më të mirë të mundshme për të ndihmuar jo vetëm prindrit, po atë që është më kryesorja për ne, fëmijën. Shkëputemi shkurtimisht për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore dhe rikthehemi në studio për të ndalur edhe tek diçka e fundit me Rigertën sot në studio. Dëshirun kam të të nderoj, Zotun me gjithë zemër të adhuroj. Çdo gjë brenda meje të jep lavdi, gjithçka është në ty. Sot unë zemën të jap shpirtin tim. Unë veç për ty jetoj dhe çdo frymë që unë marr, çdo moment që jetoj, sot ti ke pjesë tek Këtë dëshirë unë kam është kënga që në rikthen në studion e programit Music Plus dhe në këto momente dua të pyes Rigertën. Në rolin tuaj si kryetare e Komisionit Multidisiplinar, si siguroheni që fëmijët të marrin mbështetjen e duhur sipas nevojave të tyre specifike? Kuptoj. E para njërë është një staf. Nuk jam vetëm unë, është një staf prej 2 ekipesh. Një staf që unë gjë rastin, unë ja u them gjithmonë sa herë jemi bashkë, ti falenderoj, janë shumë profesionist,
vajzat psikologet, punësit sociale, mësuese ndihmëse, doktorin pediatër, doktor Luan Velortan, që e kemi fat, që e kemi mes nesh. Të gjithë bashkë ne mundohemi që t'ju japin rëndësinë e tur fëmijëve që vinë për të vlerësuar, prindërve. Brenda institucionit, flasim për zyrën ZVAP Korç Pusteç, zyra ku ne bëjmë vlerësimet ndodhet në Drap. Dhe është më e bukur që shpesh ndodh që në Drap të jetë edhe drejtoresha e drejtorisë rajonale, zonja Vinjola Rota, dhe sa herë është vlerësimi i fëmijëve me aftësi të kufizuara, ndodh që të jetë në korridore dhe është, prandaj po themi, jemi stafi gjithë që bën të pamundurën për të qëndruar afër, për t'i ndihmuar, dhe për ne është suportimi më i madh dhe motivimi më i madh për të kuptuar që jo vetëm ne, po i gjitha i stafi i madh mundohet që të bëjë të pamundurën për të qëndruar afër dhe për të treguar që shiko, nuk kemi vetëm ne që bëjmë vlerësimin, po dhe ata që janë mbi ne mundojnë që të jenë afër tyre. Në mënyra se si jeni një ekip patjetër. Mënyra se si qasen, mënyra se si presin, që nga dera jashtë në drejtorinë rajonale, dhe punën që bëjmë ne me profesionalizëm brenda, tregon që komisioni mundohet të bëjë më të mirën dhe t'i ndihmoj jo vetëm fëmijët, por edhe prindrit, për të dhënë rekomandime për mësues mbështetës, për të dhënë rekomandime për fëmijët dhe për stafet pedagogjike që të punojnë me fëmijët. Me gjitha vështirësitë që ata kanë, sepse ju e thatë në klasat tuaja keni fëmijë jo vetëm me çrregullime të spektrit autik, por edhe sfida dhe çrregullime të tjera, ndoshta të cilat ne do t'i diskutojmë së bashku në një tjetër intervistë. Duke qenë se po mbrim në minutat e fundit bisedës sonë në studio, çfarë mesazhi do doje të përcjellje për gjithë ata që janë duke na ndjekur, për komunitetin ton, por edhe institucionet arsimore në këtë ditë të rëndësishme, dhe ndoshta në fund një mesazh për gjithë prindrit që janë duke u përballur me këtë sfidë të rritjes fëmijëve të tyre çdo ditë. Dua të theksoj se autizmi nuk ka nevojë të ndryshohet, por ka nevojë të kuptohet. Është shumë e rëndësishme të kuptohet. Sa më shumë të bashkuar të jemi, jo vetëm profesionalisht, të bëjmë punën tonë, por në mënyrën më të mirë, unë do të thosha që duke punuar me dashuri, ti ju jep atë që ata ka nevojë. Është shumë e rëndësishme. Jo vetëm unë si shërbim psikosocial, mësuesit, stafet, të gjithë ka nevojë për të dhënë më të mirën e mundshme, dhe kjo jepet nëpërmjet dashurisë. E para, e dyta, prindërve nuk ka nevojë, ata janë heronj. Prindrit janë heronj, nënat patjetër janë heroina, sepse unë ndeshem më shumë me nëna se sa me baballar. Janë gra të cilat kanë një forcë që vështirë se mund ta gjesh tek prindrit e tjerë. Kanë forcën e tyre për të ndihmuar dhe për të bërë, kanë forcë të dyfisht, për të ndihmuar së pari fëmijën dhe për të ecur ata përpara dhe për të pasur një durim të hekur, të çelikt. Kështu që unë do vazhdoj të them që nuk duhet pritur vetëm 2 prilli për të qenë ditë simbolike dhe sensibilizuese, por duhet të jemi pranues, duhet të jemi të kuptueshëm, duhet të mundohemi të bëjmë të pamundurën që t'ju japim dorën për të ndërtuar urat e dashurisë. Është shumë e rëndësishme. Rigerta, unë të falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndave në ditën e sotme. Ishte kënaqësi të zhvillonim këtë bisedë së bashku. Uroj shumë suksese në këtë mision, i cili e di ka sfida, ka vështirësi, por nga ana tjetër në momentet që keni sukses, ju merrni mbrapsha të frytin e punës suaj të përditshme, ju personalisht, por edhe i gjithë stafi me cilin ju punoni. Faleminderit dhe unë. Ishte kënaqësi të isha mes jush. Patjetër që ne kemi një motiv, kemi një mision shumë të rëndësishëm për të bërë, madomendja që jo vetëm unë, po të gjithë shërbimet psikosociale në institucionet arsimore, psikologët, punonjësit social, mësuesit ndihmës dhe mësuesit lëndor patjetër e kanë mision. Kështu që të bëjnë të pamundurën duke mos u ndalur dhe duke bërë më të mirën. Unë të falenderoj. Të uroj një ditë mbar në vazhdim, jeni gjithmonë e mirëpritur për qenë pjesë e programit, edhe për të ndarë më shumë informacion, shumë këshilla patjetër si specialiste që ju jeni. Shkëputemi për të ndjekur miq një tjetër hapësirë muzikore, rikthehemi së bashku vetëm pas pak për të vazhduar me minutazhin e mbetur të programit në ditën e sotme. Vazhdoni qëndroni në valët e Radio Manuel.